avokatin e popullit për ombudsmanin, fakt përvajson mënyrën se si ne jemi të ndërtuar, si funksionojmë edhe si ndahemi. Janë dy filozofit ndryshme, janë dy standarde ndryshme, janë dy mënyra si ne funksionojmë, që na bëjnë që na sjellin në këtë diskutim, një nga diskutimet më absurde që ka bërë ky parlament. Dy filozofi. Avokati i popullit është ndërtuar me një ligj që ne, mazhoranca socialiste, e ka votuar në 1999. Sipas filozofisë son, të shprehur qartë nga lideri themelues Svatosnano, ne dorëzojmë pushtet për të bërë shtet. Dhe avokatin e popullit ndërtuam të tillë që të vitet si një avokat konsensual për të pasur mundësinë që një pjesë e asaj çfarë quhet pushtet të jepet për ndërtuar shtet. Kjo është ajo filozofia jonë mbi cilën ne funksionojmë. Kjo është edhe ajo që bëjmë ne sot me drejtsinë e re. Një pjesë të atij pushteti që mazhoranca e ka, ja delegon institucioneve tjera që njerëzit kenë shtet. Çfarë përvajson për ju? Dy standarde. Si e kemi ndërtuar ne avokatën e popullit kur ne ishim në opozit? Krijuam një institucion me intelektual kur ne ishim në opozit dhe propozimi vinte nga ne. Ndërtuam një institucion në parti. Morëm me pedagogët universiteti, pyetëm njerëz, zgjodhëm, konsultuam dhe sollëm një kandidat që mbase nuk ishte as fare përvajsues i lartë apo përvajsues si mazhorancës, por ishte i denjë për avokatin e popullit. Kush është standardi juaj? 6 kandidat. Dhe vini sot, çfarë standardi është ky? Çfarë thot ligji? Kolegu lexoi ligjin, e kam dhe unë ligjin këtu. Ligji thot firmat janë deri në momentin e mbështetjes. Nga momenti i mbështetjes, kjo histori ka marrë fund. Të 6 kandidatët, fal filozofisë son, fal standardit ton, nuk janë mbështetur nga Partia Socialiste. Janë 100% të mbështetur nga opozita. Pra çfarë kërkoni? Ka nisur procesi, është zhvilluar. Pra është standard, mënyra si funksiononi, edhe mënyra se si ne funksionojmë, është pjesë e kësaj diskutimi. Ne morëm një vendim politik. Asnjë nga deputetët, 83 deputetë Partisë Socialiste, nuk firmosën sepse nuk kishim ne të drejtën ta propozonin. Kandidatët erdhën të gjithë si propozimi juaj. Por është amullia, është mungesa e leadershipit, është mungesa e ndjesisë fitores, është mungesa e ndjesisë bërit shtet, është arroganca që doni të krijoni, është edhe kjo që thoni sot. Jo, ne mendojmë ndryshe. S'ka ndryshe. Shteti funksionon në bazë. Ta përfundoj fjalën. Eksperiencat tona janë këto dhe vetëm këto. Zoti Agron Sheaj. Faleminderit, zoti kryetar. Tani, pavarësisht qëndrimeve qesharake, është e qartë që avokati i popullit takon opozitës. Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rrëmbeni avokatin e popullit. Por kjo nuk është ndonjë çudi e madhe dhe nuk duhet na habis, sepse tani që ne flasim këtu në këtë sallë, në një sallë tjetër po vendoset kreu i Spakut, kreuri i Spakut. Dhe aty janë mbledhur të gjithë ambasadorët, nuk ka vend për gazetarët, sepse kanë frikë se ju rrëmbeni edhe kreun e ri të Spakut. Imagjinoni se çfarë poshtërimi që po ju bëjnë ambasadorët, që po i bëjnë kësaj magjorance. Kështu që ftoj kolegët opozitar ta pranojnë se s'kemi ç'a të bëjmë, e kanë vendosur ta rrëmbejnë, janë lojra të ulta, të vazhdojnë ta bëjnë. Tani, diçka tjetër, zoti kryetar, më pak e rëndësishme kuptohet se rrëmbimi i kreut të Spakut. Kam kërkuar një interpelancë, keni thënë që interpelanca është sot. Ju kemi pyetur nëse do jetë kryeministri apo nuk do jetë kryeministri. Akoma nuk keni dhënë një përgjigje. Nëse nuk është kryeministri, zoti kryetar, kërkoj që interpelanca të shtyhet. Sepse kjo praktika juaj për të shmangur ballafaqimin është në shkeljet rregullores. Rregulloria është e qartë.
zoti kryetar. Ne kemi të drejtë të kërkojmë interpelancë, ose me ministrat, ose me kryeministrin. Qa kuptimi ka nëse kryeministri mund të zgjedh të delegoj një ministre? Se unë po të doja interpelancën me ministren Koçiu, ajo ma tregojër në fundit, e marrë telefon, më merë në telefon, tha. Nëse ke ndonjë javë, më tha më merë telefon, unë e merë janë telefon. S'kam nevojë të bëj interpelancë me atë. Unë kam kërkuar interpelancë me kryeministrin. Është një drejtë që më takon si pas regulores, në asnjë gërm të regulores nuk është shkruajtur që kryeministri mund të delegoj dikë tjetër. Se çfarë kuptimi ka? Hiqeni atë, ndryshoni rregulloren që kryeministri nuk e kërkon dot. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Topalli.